Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion. Do t'jemi së bashku në emisionin What Happened Today? Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 7 mars, e cila është një ditë mjaft e rëndësishme për mësuesit, të cilët janë një hallkë e rëndësishme e shoqërisë, pasi edukojnë dhe mësojnë breza. Stafi i Drita Televizion uron të gjithë mësuesit dhe mësueset gëzuar 7 marsin. Ndërkohë, ne kemi përgatitur për ju disa nga ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. 7 marsi është dita e 66 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 298 ditë. Ngjarje. 1876. Alexander Graham Bell fitoi patentën për zbulimin e telefonit. 1887. Hapet mësimdhënia e parë në gjuhën shqipe në Korçë. 1911. Revolucioni në Meksik. 1914. Princ Vidi arriti në Shqipëri për të filluar udhëheqjen e vendit. 1918. Finlanda krijoi aleancë me Gjermaninë. 1969. Golda Meir u zgjodh kryeministre e Izraelit, gruaja e parë izraelite në këtë post. 2006. Apple Inc. fitoi patentën për iPodin. Lindje. 1922. Lindi Hasan Kaleshi, u lind në fshatin Sërbic të Kërçovës, është historian, etnograf shqiptar. 1936. Lindi Georgios Perec, shkrimtar francez. 1939. Lindi Panayot Pano, futbollisti më i madh shqiptar. Vdekje. 322 para erëson. Vdiq Aristoteli, filozof grek. Festa dhe përvjetore. Shqipëri dhe Kosovë, dita e mësuesit. Kosovë, prekaz, nata e zjarreve. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Artiola Toskës, e cila është një këngëtare mjaft e njohur shqiptare. Ajo ka lindur më 25 shkurt të vitit 1975 në Tiranë. Ajo është një këngëtare dhe autore këngësh shumë e njohur. Është një ndër këngëtaret më të suksesshme të muzikës popullore shqiptare. E nisi karrierën në moshë fare të vogël dhe sot është një ndër emrat më të njohur të muzikës popullore në trevat shqiptare dhe është nderuar me titull Mjeshtri i Madh nga Presidenti i Republikës. Gjatë karrierës së saj numërohen 6 albume dhe 6 koncerte recitale. Ndërkohë, gjatë karrierës së saj ka qenë pjesëmarrëse në koncerte kudo në trevat shqiptare dhe në diasporë. Ka qenë gjithashtu në SBA, Australi, Itali, Francë dhe më gjërë. Në vitin 2000, ajo publikon albumin Pse kam frikë. Në vitin 2001, publikon albumin Mos u lodh kot. Në dhjetor të 2012-s, Artiola Toska merr pjesë në Fest Nota Art 2012 me këngën Amojnan. Në vitin 2004, ajo publikon albumin Larg syve, larg zemrës. Më datë 24 dhjetor të vitit 2005, Artiola Toska publikon videoklipin Vjehra. Në vitin 2006, Artiola Toska publikon albumin Një filxhan u bo sebeb. Në vitin 2004, ajo publikon albumin Live 2009. Ndërkohë më datë 11 shkurt të 2013-s, ajo publikon videoklipin Borxhlio. Më datë 11 shkurt gjithashtu së bashku me Hayredin Gjetën publikojnë videoklipin M'kalin nana me këmish dhe me Bujar Qamilin publikojnë videoklipin Je vogël rrumbullak. Në vitin 2014, ajo publikon videoklipin Kismetit nuk i dihet. Më 16 shtator të 2014-s, Bujar Qamili dhe Artiola Toska publikojnë videoklipin Zemrën ta kam fal. Më datë 29 maj të 2015-s, ajo publikon videoklipin Për ty. Dhe më datë 6 nëntor të 2015-s, publikon videoklipin S'na gjehet dermone. Më datë 8 qershor të 2016-s, Artiola Toska publikon videoklipin Dashnia s'ka komsi dhe merr pjesë në këngën magjike me këngën Mirëmëngjes dashni.
Me datë 2 tetor të 2017-ës, ajo publikon videoklipin Ne. Ndërkohë me 25 korrik të 2018-ës, ajo publikon videoklipin Amon. Gjithashtu në vitin 2018, merr pjesë në Këngën Magjike në bashkëpunim me Brunën me këngën Digjem. Më datë 15 korrik të 2021-shit, Artiola Toska publikon videoklipin Shif e shkruaj. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të havjarit. I njohur si një delikatesë luksoze e detit, havjari ka varietete të ndryshme të peshkut. Ngjyra dhe madhësia e tij ndryshojnë në varësi të llojit. Në mënyrë tipike, duket si perla të vogla me ngjyra që variojnë nga e shile zbetë në të zezë. Është një central elektrik ushqyes. Edhe kur shërbehet në sasi të vogla, havjari krenohet me një profil mbreslënës ushqyes. Ai përmban proteina, yndyrna, karbohidrate, vitamin B12, selen, hekur, natrium. Vitamina B12 është thelbësore për zhvillimin dhe funksionimin e sistemit nervor të duhur, si dhe prodhimin e ADN-s dhe qelizave të kuqe të gjakut. Një porcion i vetëm havjar siguron gjithashtu sasi të vogla të kalciumit dhe vitaminave A, D dhe E. Së fundmi, havjari është një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore omega 3. Ai mund të zvogëlojë shenjat e plagjes së lëkurës. Duke qenë se është i pasur me acide yndyrore omega 3, havjari është studiuar për përfitimet shëndetësore të lëkurës. Një studim i fundit sugjeroi që nga ekstrakti i havjarit mund të stimulojnë apoptocitet ose qelizat yndyrore për të prodhuar adiponektin. Adiponektina është një molekull që përmirëson proceset e shërimit të plagëve dhe antiinflamatore të lëkurës suaj, nxit sintezën e kolagjenit dhe parandalon prishjen e fibrave të kolagjenit. Për shkak se kolagjeni është i rëndësishëm për strukturën e lëkurës suaj, studiuesit besojnë se ekstrakti i tij mund të zvogëlojë shenjat e plagjes së lëkurës. Mund të përmirësojë trurin dhe shëndetin mendor. Mbajtja e një mendje të shëndetshme është e rëndësishme gjatë gjithë jetës. Acidet yndyrore omega 3 janë element kryesor të membranave qelizore të trurit, që ndihmojnë në luftimin e inflamacionit. Studiuesit kanë spekuluar se reduktimi i inflamacionit në tru mund të zvogëlojë rënien e shëndetit mendor që shihet në sëmundjen e Alzheimerit. Për më tepër, studimet kanë zbuluar se njerëzit me depresion shpesh kanë nivele të ulta të acideve yndyrore omega 3, duke sugjeruar se mungesa e kësaj lëndë ushqyese mund të jetë një faktor rreziku për depresionin. Përmirëson sëmundjet e zemrës. Acidet yndyrore omega 3 po përdoren gjithnjë më shumë për të parandaluar dhe menaxhuar faktorët e rrezikut për sëmundjet e zemrës, shkaku kryesor i vdekjeve në SBA. Hulumtimet sugjerojnë se ato përmirësojnë faktorët e rrezikut duke ulur presionin e gjakut. Omega 3 mund zvogëlojë rrahjet e zemrës dhe ngushtimin e enëve të gjakut për të ulur presionin e tij. Përmirësimi i niveleve të kolesterolit në gjak. Omega 3 mund të ulë nivelet e trigliceridëve në gjak dhe të rrisë nivelet e kolesterolit të mirë. Parandalimi i grumbullimit të trombociteve. Omega 3 parandalon që trombocitet në gjakun tuaj të grumbullohen së bashku dhe të formojnë piksje, një faktor rreziku për goditje në tru. Si një burim i pasur detar i acideve yndyrore omega 3, havjari mund të sigurojë këto përfitime pa ndikuar negativisht në terapit standarde të barnave. Mund të mbështesë sistemin tuaj imunitar. Të dy acidet yndyrore omega 3 dhe seleniumi në havjar mund të mbështesin sistemin tuaj imunitar. Së pari, omega 3 redukton inflamacionin dhe rivendosin funksionin pengues të lëkurës, zorve dhe mushkrive të tuaja, që të ndihmojnë në bllokimin e kalimit të baktereve të dëmshme për t'ju mbajtur të shëndetshëm. Ato gjithashtu reduktojnë shënjuesit proinflamator, duke treguar se luftojnë inflamacionin. Gjithashtu ndihmojnë në riparimin e qelizave të bardha të gjakut të dëmtuara, të cilat janë qeliza imune, që ju mbrojnë nga sëmundjet. Së dyti,
Seleni është rëndësishëm për fidhimin dhe rregullimin e përgjigjeve imune. Ullëntimet tregojnë se rrit prodhimin e antitrupave dhe rrit aktivitetin e makrofagëve, një lloj qelizave të bardha të gjakut, që luftojnë dhe largojnë substancat e dëmshme në trupin tuaj. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjedhime, vranësira kalimtare dhe rreshqe shiu. Ndërkohë në zonat malore të vendit parashikohet të ketë rreshqe dëbore. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 9 metër për sekond në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10 deri 13 gradë Celsius, Kukës 1 deri 7 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri 10 gradë Celsius, Tiranë 9 deri 14 gradë Celsius, Durrës 10 deri 13 gradë Celsius, Kavaj 10 deri 14 gradë Celsius, Elbasan 8 deri 14 gradë Celsius, Berat 7 deri 12 gradë Celsius, Korç 1 deri 3 gradë Celsius, Vlorë 9 deri 14 gradë Celsius, Gjirokastër 3 deri 8 gradë Celsius, Sarand 10 deri 15 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 13 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 1 deri 11 gradë Celsius, Podujev 1 deri 11 gradë Celsius, Skënderaj 2 deri 11 gradë Celsius, Pej 2 deri 11 gradë Celsius, Prishtinë 2 deri 11 gradë Celsius, Gjakov 5 deri 13 gradë Celsius, Malishev 3 deri 12 gradë Celsius, Gjilan 1 deri 12 gradë Celsius, Ferizaj 1 deri 12 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri 10 gradë Celsius, Prizren 1 deri 12 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook, Twitter dhe TikTok. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.